Andi Bushati është një analist mjaft i aftë dhe një sy kritik për qeverinë. Prej më shumë se 30 vitesh në gazetari, ai sigurisht ka fituar vëmendjen e opinionit publik, jo vetëm në lidhje me jetën e tij profesionale, por edhe atë private. Analisti ka qenë i martuar me ish avokatën e popullit Erinda Ballanca. Pas divorcit, Andi duket se e gjeti përsëri dashurinë dhe prej shumë vitesh ai bashkëton me partneren e tij, Balina Bodinaku. Një pjesë të panjohur të jetës së Andit e ka treguar gazetari Bledi Mane, i cili shkroi: "Fizikisht, vetëm një herë e kam takuar nga afër partneren e Andit, Balina Bodinakun. Ajo sapo kishte mbërritur në Londër me ish burrin e saj, Sokol Ballën. Mu duk sikur kishte sjell me vete edhe Tiranën e para 15 viteve. Balina atëherë ishte shumë e thjeshtë dhe larg veshjes me stil dhe ndërhyrjeve estetike që ne shohim tek ajo sot." Unë dua t'ju tregoj një anë të panjohur të çiftit. Andi filloi të bënte shkrime kundër Bankës Amerikane të Investimeve dhe artikujt e tij tërhiqnin vëmendjen e publikut çdo ditë. Këtë bankë e quante lavatriçe parash, bankë qeverie dhe veçanërisht kur antare e bordit drejtues të bankës u emërua edhe gruaja e Edi Ramës, Linda. Por më pas, Andi nuk shkruajti më asnjë fjalë për bankën dhe a dini pse? Sepse pikërisht kjo bankë pas këtyre artikujve i punsoi partneren e tij, Balina Bodinakun, si shefe e zyrës së marrëdhënieve me publikun dhe marketingun e Bankës Shqiptaro-Amerikane, me një rrogë prej 2.700.000 lekësh në muaj plus bonuse dhe shpërblime. Gazetari Bledi Mane më pas shton: "Pasi gruaja e Andit mori këtë pozicion, Andi heshti dhe për të, kjo bankë nuk pastron më para dhe nuk është më banka e qeverisë. Sipas tij, partnerja e Bushatit merr 3 rroga nga 3 punë të ndryshme dhe punën e fundit i asiguroi partneri i saj, Andi Bushati." Mbetet për të parë nëse analisti Andi Bushati do të reagojë ndaj kësaj deklarate të kolegut të tij.